Vjen për herë të parë në një media në Kosovë, bëhet fjalë për aktorin e mirënjohur nga Shkodra, ku në pedonalen e këtij shteti të bukur e kemi realizuar një intervistë ku ka pas edhe pyetje pikante që unë nuk po zbuloj asgjë, do e shohim ekskluzivitetin bashkë me Akil Varfi. Një djali zellshëm, personazh i dashur nga publiku. Ja, s'ma merr menja, të kishte pas shtet, ma shumë kishte tu vetaj. Tip shumë karizmatik që duket edhe në shikim të parë. Këto dhe shumë epitete me të drejtë i meriton Akil Varfi, i cili ishte i ftuar në emisionin Zoom. Shumë faleminderit herë, shumë faleminderit që ardhe në Shkodër, edhe kur më ardhi ftesa për me bë këtë intervistën për ty, absolutisht që e pranova direkt, për shumë arsye. Para dhe kryesorja është që je shumë e bukur, shumë e aftë, edhe e dyta se gjeta i fije kohë. E treta. E treta është ta krym. Se ka qenë një fëmijë energjik dhe hiperaktiv, e thekson edhe vet Akili. Por nëse flasim për dinamikën e jetës që e karakterizon, ai nuk e mohon që depërtimi ka qenë goxha i vështirë, e madje për këtë e tregon edhe një detaj interesant. Mendoj që njeriu asnjëherë nuk kënaqet, po këtë unë për veti asnjëherë nuk kënaqem, mendoj që kam shumë punë përpara. Kam prap qëllime që du për me arrit. Por nëse bëhet fjalë për fillimin, të them sinqerisht që ka qenë shumë i vështirë. Aq i vështirë sa që nëse do më thoshi, a do e kisha filluar dhe i herë, do kisha thënë jo. Ishte e vështirë, hyna në një rrugë ku nuk e njihsha, po merresha me njerëz që dikur i kisha ëndër të punoja, ose vetëm t'i shifja nga afër, e tashmë ajo më tishin edhe kolegët e mi. Por ai, a është zhgënjur nga dikush? Fakt nuk më kanë zhgënjy, më kanë surprizu. Kur i shifsha në televizor më dukshin shumë arrogante, më thojnë za ose disi me një mall ose diçka e tillë, por kur kam punu me te kam kuptuar që janë njerëz shumë të mirë, shumë të thjeshtë edhe shumë të afrueshëm me ty. Më kanë surprizu për mirë, domethënë. Ai foli për miqësitë që i ka krijuar gjatë kësaj periudhe, por jo edhe për pagën. A vlerësohet të qenurit artist në trojet shqipfolsa? Kjo është realiteti jonë. Deshte pa deshte, në këtë realitet jetojmë. Ti je aktor në Shqipëri absolutisht nuk është as pak gjë e lehtë, ka vështirësitë e veta. Paga shqiptare në fundit, por mbi gjitha profesioni jonë është shumë i lidhur me shpirtin. Edhe ajo që ne ndjejmë nuk ka lek që e pagun. Akil Varfi. Nëse duhet vlerësuar një gjë te ky aktor është padyshim mjeshtria e tij edhe në zhandre të tjera. Siç është roli i mrekullueshëm në Pasaporta. Ekskluzivisht për në Zoom Akili thot për shtypjet e tij për këtë film. Pasaporta ishte diçka shumë e bukur. Unë edhe Edi pa u njoft me njëri tjetrin, duket që kishim pas një telepati mes njëri tjetrit. Ai e kishte vendos ose e kishte kuptuar krytin e vet që unë do bëhesha një audicion për atë film, edhe unë ndjesha që du me bëj një audicion për atë film. Edhe ndodhi që unë i shkruajta Edit, i thash kam marrë vesh që tu bëj një film edhe kam shumë qejf marrë me bëj një audicion. Edhe Edi më tha, po, kam një gjë për ty. Ai e kishte menduar paraprakisht këtë gjë, u takume, folme për personazhin, e zhvilluame personazhin edhe e sollëm aty ku është. Unë i shpreha dëshirën që në këtë film do kisha dashur shumë që unë të kem momente emocionale, që edhe njerëzit t'ju tregoj që mu më pëlqen shumë drama, unë di ta bëj edhe dramën. Kështu që komentet kanë qenë çuditshme, maj mend njerëz që dilshin nga salla e kinemas, edhe më thoshin hera parë që ti na ke bë me ça, se gjithmonë na ke bë me çesh, po ishte shumë kënaqësi me ani këtë gjë. Me këtë tjetrën jo fort mirë se mlodhet shpejt. Atë shohim edhe në Portokalli me rolet që batutat e tij bëjnë pjesë në secilën shtëpi, duke na argëtuar me origjinalitetin e tij. Tjera seksuale? Mjaftueshëm folëm, tani është koha që Varfi të sfidohet me blic pyetjet e Zoom. Beqar. Pse jam beqar? Sepse jemi në kërkim të dashurisë.
A që ka që vështirje që dush me kërku shumë? Shiko, kam arrit me kuptu që asnjëri s'ka me gjetë atë që unë vërtet du për me gjetë. Ashtë shumë e vështirë. Por ajo që po bëj për momentin, ashtë që unë po bëhem një njëri më i mirë që e mirat vite kënë. Shiko, se këtu po bëhem pak më serios. Ka diçka. Unë e kam sharu dhe për njerëzit e tjerë, për të paktën për njerëzit që më njohin, por po e sharoj thash edhe për ty. Unë jam i djalë që vin nga një lagje të varfër dhe lagje të thjeshta të Shkodrës. Nuk kam marrë shkollë aktrimit, unë e kam çdo gjatë natyrshme. Edhe kjo gjë më ka pru faktin që unë nuk di me jetu si i famshëm, nuk mundem me bë. Kam të njëjtit shok, pi kafe në të njëjtin lokal, qafem të njëjti berber, edhe dal në të njëjtat vende që kam dalë gjithmonë. Por ajo që ka ndryshu është koha. Tashma unë kohën e kam shumë të zonën. Do me thonë, gjaj shumë pak kohë në 24 orë që në ditë që me pas pak kohë për vedin tem si akil. Ka shumë gjona që nuk ja kanë vlet, edhe pse më kanë marrë një pjesë shumë të madhe të jetës, mund të them vite, por në fundit janë barazu çdo gjë me zero. Po është thjesht natyrë, e kupton, është ligji jetës, ligji natyrës që shpeshherë edhe do zhgënjehemi nga gjërat që ne bëjmë për mirë. Shumë keq. Na thuj një rast. Nuk e di, një ndër gjërat absolutisht që e çoj zonin shumë, edhe mundohem që pa marrë parasysh as pak për pasojat që mund t'i shkaktoj vetes, kurse si nuk mund ta la pa drejtësinë me kalu pa u ndje. Unë të paktën do bëj sa më takon mua si person për me çu zonin kundrejt pandrejtësisë. Të nuk kam mungu as në një datë pa qëllim. Nëse i kam mungu dikujt, dije se e kam bërë me qëllim, se nuk kam dash me ardhë. Por për njerëzit që kanë pas evente dhe kanë kanë njerëz të afërt një zemrës, unë kisha lënë gjithçka për me shku ndatë e tyre të rëndësishme dhe kam i shku prapë se prapë. Kur më thej që ky emision vjen nga Kosova, unë e mora me shumë kënaqësi sepse kjo është intervista jame e parë për Kosovën, edhe për ndjekësit e Kosovës. Edhe nuk isha kurse si mos me bë sepse duhet që edhe populli i Kosovës ta dinë që unë si aktor edhe si një djalë qytetar i këtij qytetit, unë Kosovën e shoh si vendin tem, edhe duhet që njerëzit e Kosovës ta dinë që kanë edhe një djalë këtu në Shkodër që është shumë i gatshëm për më dhuru buzëqeshje për ta, humor për ta dhe mirësi për ta. Sepse për mua si shkodranet, si kosovarët, si tiranët, si çdo njeri që flet shqip këtë botë, është jami. Okej, unë do ta them këtë për ty personalisht, po ti nuk duhet më e prej. Kjo vajza këtu më tha pak më përpara, tha që unë do të vend siklet, por po ndodhe kundërta, sa po ndihet në siklet. Do kisha dashur shumë që kamera me kenë atje. Jo, që, hajde, cila kish me qenë pyetja që do doje të ma bëje? Pyetja? Ose daj koment. Koment apo pyetje? Dyja, i du. Tani, okej, le të bëjmë një pyetje. Ka kanë ndonjëherë të karastis ndonjëherë në një intervistë live që ke puth një të ftuar? Jo, nuk e kam puth. E pra, më fal, e pa dashur miq, shiko kush vjet në siklet atëherë. Jo, se kam puth. Më kanë puth, më faqe, po në me i puth jo. Jo, po ta me i puth. Se kushtojnë shumë. Me i puth më faqe. Atëherë le ta shohim le të jetë hera jote e parë, por me qelloni kam për herë të parë zoomin. Edhe ti për herë të parë ke më një puthje mu këto para kamerës tane, ti e du prej tejet. E du prej tejet, se ti të kishin puth. Kemi me najtë që to deri nesër. Po si e kena të shuna po ti? Te mu. Son jam gocë, këto plus komartë të të në shko. Okej, atëherë shiko edhe dy fjalë për zoomin edhe për vajzën gazetare. A shumë e mirë, shumë e sjellshme, edhe mbi gjitha shumë e bukur me sy të mrekullueshëm. Të faleminderit shumë për intervistën, ishte e mrekullueshme. Po. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Asgjë.